Qindvjetori i vrasjes së Luigjit Gurakuqi sipas dokumenteve të arkivit të Kroacisë, titulloi kështu ekspozitën dokumentare e hapur këtë premten në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi. Ekspozita ishte përgatitur nga profesor Skënder Hasani. Për Luigi Gurakuqin është thënë shumë, janë nxjerrë shumë fotografi e dokumentacion, por kjo është një studim i veçantë, për shkak se duke hulumtuar arkivin qendror të Kroacisë, unë kam pasur në dokumente se përveç vrasjes së Luigi Gurakuqit, vrasli ka shku t'i vret edhe disa advetar tjerë në Kroaci, të cilët kanë ikur nga periudha kur kthehet mbreti Zog në Shqipëri, nga ata vendosen në Kroaci dhe vrasi shkon për t'i vrarë edhe ata personalitetet të cilët kanë kontribuar për çështjen kombëtare dhe jo rastisht këto dokumentacione për ndjekjen gjithë itinerarin e ecjes Baltian Stambollës nga Shqipëria drejt Kroacisë për shku dhe për t'i vrarë. Dhe ata kishin informacione të detajuar se çka do të bën Baltian Stambolla në Kroaci dhe ata morën masat e duhura që kur të arrijnë në Kroaci ata ta burgosin. Dhe burgosja e tij është shumë e argumentuar nëpërmjet këtyre dokumenteve që e nxjerrin në pak se aty janë gjetë holla të shumta, ari, gjësende tjera që argumentojnë synimin e tij për të bërë atentat veprimtar në advetar. Njëri ndër ta është edhe antar i Kuvendit Vlorës dhe prifti Loracako, i cili ishte një prift advetar, kontribonte shumë për çështjen kombëtare. Në këtë ekspozitë merrnin pjesë pedagogë të Universitetit të Shkodrës.